Fati mbizotëron të kujdesshmin. Kjo thënie e shkurtër, por e mençur e Imam Aliut, mban një urtësi të thellë dhe udhëzon myslimanët për të kuptuar konceptin e fatit në dritën e Kuranit. Në Kuran, Allahu thekson shpesh konceptin e fatit dhe caktimit të paracaktuar. Në surën Hadid, ajeti 22, Allahu thot: "Çfarëdo fatkeqësie që ndodh në tokë apo në vetë ju, ajo është e shkruar në një libër përpara se ta krijojmë atë. Me të vërtetë, kjo është e lehtë për Allahun." Ky ajet thekson se gjithçka që ndodh në këtë botë është tashmë e regjistruar në një libër hyjnor, duke treguar natyrën e paracaktuar të ngjarjeve. Një ajet tjetër që hedh dritë mbi konceptin e fatit gjendet në surën Kamar, ajeti 49, ku Allahu thot: "Me të vërtetë, të gjitha gjërat i krijuam sipas një fatcaktimi." Ky ajet thekson se gjithçka në univers, përfshirë veprimet dhe zgjedhjet e njerëzve, është e krijuar dhe caktuar nga urdhri hyjnor i Allahut. Tani, le të thellohemi në esencën e kësaj thënie. Imam Aliu, i njohur për dijen dhe urtësinë e tij të jashtëzakonshme, na përkujton se fati mbizotëron edhe mbi më të kujdesshmit. Kjo thënie shërben si një përkujtesë se pavarësisht sa të kujdesshëm apo të përgatitur mund të jemi në veprimet tona, në fund të fundit, fati ynë është në dorën e Allahut. Kjo thënie inkurajon myslimanët të gjejnë një ekuilibër midis marrjes masave dhe besimit në caktimin e Allahut, ndërsa është e domosdoshme të jemi të kujdesshëm dhe të përpiqemi të mbrojmë veten nga dëmi. Duhet gjithashtu të kuptojmë se fati ynë i fundit është në dorën e Allahut. Ky kuptim na ndihmon të ruajmë për ulësi dhe besim në urtësinë dhe planin e Allahut për ne. Për shembull, imagjino një person që merr të gjitha kujdeset e nevojshme për të shmangur një aksident gjatë vozitjes. Ai vendos rripin e sigurisë, respekton ligjet e trafikut dhe drejton me kujdes. Megjithatë, pavarësisht kujdesit të tij, mund të ndodhë një ngjarje e papritur, si pakujdesia e një shoferi tjetër ose një dështim mekanik. Në një situatë të tillë, kjo thënie na kujton se fati mbizotëron dhe siguria jon është në dorën e Allahut. Kjo thënie gjithashtu na kujton se përpjekjet tona vetëm nuk janë të mjaftueshme për të paracaktuar rezultatin e veprimeve tona. Ne gjithmonë duhet të kërkojmë udhëzimin e Allahut dhe të mbështetemi te caktimi i tij hyjnor. Kjo nuk do të thotë që duhet të bëhemi të pasjellshëm ose të neglizhojmë veprimet tona, por na inkurajon të kuptojmë se përpjekjet tona janë vetëm mjete dhe rezultati përfundimtar përcaktohet nga vullneti i Allahut. Në përfundim, thënia e Imam Aliut, fati mbizotëron të kujdesshmin, thekson konceptin e fatit dhe caktimin në Islam. Ajo na përkujton se ndërsa duhet të jemi të kujdesshëm dhe të marrim masat e nevojshme, duhet gjithashtu të kuptojmë se fati ynë është në dorën e Allahut. Ky kuptim ndihmon të ruajmë për ulësi, besimi në planin e Allahut dhe mbështetje në udhëzimin e tij. Allahu na dhënë urtësinë për të kuptuar thellësinë e kësaj thënie dhe për ta zbatuar atë në jetën tonë.